Atëherë, në bazë të rregullores së aktivitetit, të 8 ekipe e kualifikuar në këtë fazë do ndahen në 2 vazo, ku në vazën e parë do të jetë Egnatia, Vllaznia, Partizani dhe Dinamo City. Ndërsa në vazën e dytë është Elbasani, Teuta, Bylis dhe Tirana. Ndeshjet e turit të qeverisfinal do të zhvillohen në 2 takime me sistem vajtëardhje, ku ndeshjet e para do zhvillohen në datën 11 shkurt, ndërsa ndeshjet e kthimit në datën 4 mars. Gjithashtu në rregullore është përcaktuar qartë që ndeshjet e para do të zhvillohen tek ekipet e cilat janë të pozicionuar në vazën e dytë. Pa humbur kohë, hedhim ekipet në vazë. Egnatia, Vllaznia, Partizani, dhe Dinamo City. Në vazën e dytë, AF Elbasani, Teuta, Bylis, dhe Tirana. Atëherë, si tashmë përpara, do të rreqim sferën nga vazo e dytë dhe më pas sferën nga vazo e parë, që do përcaktoj dhe ndeshjen e parë dhe më pas me radhë sipas tërheqjes të sferëve. Ndeshja e parë Teuta do të luaj kundra Teuta Egnatia. Ndeshja e dytë Tirana Dinamo City. Ndeshja e tretë AF Elbasani AF Elbasani Partizani. Për procedurë, ndeshja e katërt Bylis, Vllaznia. Faleminderit dhe suksese.